Në online platformën Change është iniciuar një peticion për shfuqizimin e pikpagesave në Maqedoni, e cila deri më tash ka 900 nënshkrues, ndërkaq kërkesa do të dorëzohet te Agjencia për Rrugë Shtetërore. Televizioni Koha sot ka anketuar edhe vozitësit në pikën e pagesës rrugore në hyrje të Tetovës nga Gostivari, ku vozitësit thonë se kjo formë e pagesës rrugore që zbatohet në të gjitha autostradat e Maqedonisë duhet të hiqet dhe të fillojë të praktikohet një formë e re ku pagesat rrugore do të paguheshin për disa muaj ose për një vit. Shembull konkret i kemi shtetet e Europës. Me të vërtet keni absolut drejt, këta do të hiqen se njerë pikës pari na lodhen. Do me thonë ka 15 në kretë Maqedonien edhe do ishte mirë vetëm një pagesë ta boshim në mot, në vit për shembull edhe të kaloshim shumë më mirë. Praktikohet me regjistrimin ose të bëhet si në shtete tjera ose Zvicra ose Franca me ato vinjetat, me ato senet edhe mbarojmë muhabeti aty. Do me thonë këta janë shumë sene si një pikës pari qërët e reja për shembull pim 120 ndaleshtin 0. Do me thonë, argjëm edhe koshnica, edhe guma, edhe sene, edhe koha, edhe kredikatat vetet. Të hiqen ato më varet se i esojnë, ne jemi, si të thonë, mora të hiqen. Regula nuk ka hiqu dhe pa pastrohu edhe... Keni ndonjë ide se si duhet praktikohet pagesë vjetore, mujore, apo çfarë? Po ne kam vjetore, më mirë. Katastrof janë rrugore. Mendoni se duhet hiqen? Po duhet hiqen. Si duhet praktikohet pagesa rrugore, vjetore apo mujore? Po mujore. Mujore do ishte më mirë. Po më shumë më mirë. Shfuqizimi i pikpagesave dhe sjellja e vinjetës do ta lehtësonte lëvizjen në rrugët e Maqedonisë. Gjithashtu në këtë mënyrë drastike do t'ulej rëmuja para pikpagesave, sidomos në kohën kur në vend tranzitojnë turistë. Rrugët lokale do të lehtësohen nga automjetet me ngarkesë, të cilat frekuentojnë këto rrugë duke ju ikur pikpagesave, ndërkaq të punësuarit do duhet të shpërndahen si kontrollor dhe shitës të vinjetave. Është kjo ideja e peticionit, thonë iniciuesit.